Intervist pas interviste. Tashmë mysafirja Roadës ka qenë prezente në shumë debate për shumë tema sociale që i kemi pas këtu dhe një prej vajzave që ka qenë më të zëshme. Dhe tashmë ajo ka vendosur që t'i futet politika, sepse e ka marrë këtë vendim dhe cili është synimi i saj dhe ta kuptojmë përmes kësaj interviste. Bashkë me mua në studio është Besa Qereti që do të kandidoj me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Besa, mirë se vjen Kosova Live. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Besa, pse vendose me ju fut politika? Sa ishte surprizë edhe për neve? Surprizë ka qenë mas parti në fakt edhe për mu, sepse është sfidë e re në këtë pjesë për mu. Atëherë ftesën e komplit me knatësi, për tash mos u qytet nëse telefoni nuk nalet. Jo, ka shkollë fushate, është plotësisht e kuptueshme. Dhe me knatësi e komplit ftesën pse. Njëra prej arsyeve është për shkak të kohëve të fundit të jetës të cilën po e bojmë, domethënë jetë dinamike të shpejt, po jo kuptohet që jeta sot është bo dinamike, po jo kaq shumë e vështirësume. Njëra arsye nërsa që me i thirr një zoni, cilit rinis edhe grave, që me mbështet sa ma shumë, sepse unë kom qenë ajo e cila kom mendu me u largu prej vendit krejt, si që është largu ka gjani rini. Ta kështë vetë në këtë pozitë, po, kom qenë atë pozitën që unë veç pa ta marrë një vendim, që të largohem nga vendim, nga dheujem, nga shtetim, edhe e pashtë arsyeshme me i thirr një zoni rinis, grave, për me pas potencial sa ma shumë, me mbështet sa ma shumë, që mos t'i jupim shpresat, por të bashkangjitim i Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse është partia ndoshta muj me thonë me fillimet e para që kuptohet që ka qenë mbështetje për krejt Kosovë, domethënë krejt Kosova ka qenë LDK. Po tash jam vua dhe parti tjera që është normale kjo gjithçka. Kështu që une tash po e sfidoj veten dhe po ndihem shumë e lumtur, edhe pse është ka ngarkesë, është përgjithësi, por mendoj që duhet me i thirr zonit Kosovës, rinis, grave, gjitha. Besa, në thashë edhe në fillim, ajo që e kemi vlerësu gjithmona për debate është sinceriteti yt, edhe që asnjëherë nuk e hezitu me qenë kritike për gjëra që s'të kam pëlqy. Pra, nëse arrin që ta sigurosh një ulse në kuvendin e Kosovës, cilat janë ato synime tua, çka ke në mendje me punu, e thatë pak a shumë fuqizimin e rinis, grave, që me ndryshu? Patjetër edhe në aspektin shëndetësor, sepse unë kam 3 profesione. Kam mbaruar shkollimin në gazetaris, kam mbaruar dizajnin, të cilin e kam diplomuar në Paris, në Francë, dhe së fundi që kam qenë në pjesën humanitare shëndetësinë, dhe më thonë instrumentare, kom asistuar në salë të operacionit. Profesioni i fundit është këgja një profesion humanitare, mojë me uqujt, edhe kom pasit arsishme se nështë si njëhem si një person humanitare, dhe kom mendu që duhet edhe pjesës tjetër të popullit me i ndihmu sa ma shumë, me i mbështet sa ma shumë, me i përkra, sepse presim që të zhvillohemi më shumë në vendin tonë, duhet sa ma shumë me i përkra. Mendoj që është koha që duhet me pas ndryshimet mëdhaja, sepse unë jam një gjenerate cila një gjenerate mesme, e cila po e shohim çdo ditë problematikat e shoqërisë tonë, e hallëve, e problemeve të cilat prekupohemi. Do më thonë, punojmë, por nuk kemi siguri në vendet punës, sidomos në sektorin privat. Kjo ishte dhe pyetja Besa, çfarë ankesa dëgjon nga qytetarët në këto tubime që ka Lidhja Demokratike e Kosovës? A ka dikush që të është frut, a ka bo një kërkesë dhe si është situata në teren? Jo, po m'vjen mirë që kom një përkrahje gjatë madhe dhe një mbështetje. Besomni që kur jo më fut në pjesën e politikës, nuk kam mendu shumë. Por në momentin që kom pa rezultatin, do më thonë mbështetjen dhe urimet nga qytetarët, më ka njep një motiv shumë atë madhë. Nështë paka shumica që më njohin si karakter, si person që jam, sepse jam shumë e drejt, edhe mendoj që të keqen edhe të mirën ja u them, edhe kjo nështë është mundësia e mirë, edhe për të tjerët, sepse kemi nevojë t'i mbështesim, mos t'ju themi fjalë të kota, por t'ju themi realitetin
edhe normal që kjo për mu lunë ka gja një rol të madhë për me i mbështet, kështu që tash të shohim më tutje, mendoj që do t'ja dalë. Po, një mesazh për krejt ata që nuk njohin ty Besa, e tregun pak a shumë se çka mund të ofrosh, por një mesazh që ki edhe nëse nuk arrin zgjedhësh deputete kuvendit Kosovës, diçka sa i përket frymës, për shohim edhe fushatën që ko pas kohë po karakterizohet me një gjuhë shumë të ashpërt, me linçime, ndoshta si një grua, më e re në moshë, Jo, duhet ta rrojmë qetësinë tonë, nuk duhet përdorim dhunë. Atëherë, unë mendoj gjithçka duhet me shku me qetësi, me dashuri, t'japim njerëzve ma shumë motiv, mos t'i friksojmë nga këto fushata, duhet të japim mesazhe veç të mira. Unë mendoj që do t'ja dalë, edhe mendoj që kjo është jo të largohemi, sepse ka fillu edhe bizneset e mdhaja, domethënë në rajonet tjera të hapim fabrika, edhe është kjo mjerem pse populli jonë mos më u punësu, e me shku në vendet tjera, domethënë më jep mundësi Shqipërisë, ma nuk jam kondër, po pse mos punësojmë njerëz tonë ma shumë këtu, sepse po e shohim që ekonomia ka ra dukshëm, mjekësia ka ra dukshëm, ekonomia t'i hap gjitha dyrë, domethënë ekonomia është njëra që në gjitha bizniset shkakton problemet mëdhaja. Atëherë duhet të kemi ekonomi më të mirë edhe shëndetësinë, domethënë ta zhvillim. Kjo mendoj që në partinë tonë të Lidhjes Demokratike kam jep mundësi të mira për zhvillim të punës, domethënë, sidomos në sektorin e grave, jo të mesin ambise, domethënë ka shumë që kanë humbë shpresën, edhe pse të jenë vetëm ambise të thjesht aty jepet mundësia për fabrika, për vende shumë të punës të cilën premtojnë për 15.000 vendet punës për rinin tonë, pse jo edhe për gratë të cilat kanë shumë dhunë, kanë problemet mëdhaja në jetën të cilën përjetojnë shumë. Kështu që mendoj që duhet mos i humbim shpresat, mos largohemi nga vendi jonë, por të japim sa më shumë të kontributeve. Besa, ti gjithmonë je e shkurt dhe e saktë me atë që thua, kështu që unë të falenderoj sot që ishe këtu në studio dhe të uroj shumë suksese, uroj shumë që ndoshta gratë si ti janë në kuvendin e Kosovës, ta ngrisin zërin për gjitha ato dhe e treguat edhe jo, keni përfunduar studimet në 3 fusha të ndryshme që janë të rëndësishme në Kosovë dhe uroj që të bëhet më e mira dhe të bëhet punë. Patjetër, kjo mu më ka ndihmu, këto profesionet ndryshme mu më ka ndihmu shumë. Kjo gjë më ka bo shumë atë fort, edhe këto 3 fusha, këto 3 profesionet mja më ka bo me i bo në këgja një analizë të mirë të njerëzve të shoqërisë, edhe ja u kuptoj halët problemet të cilat ballafaqohen për çdo ditë. Kështu që mendoj që duhet sa më shumë të marrim vendime, domethënë jo të kemi atë pjesën e qytetarëve të cilët po marrin veç. Unë besoj në cilësinë e njerëzve, jo në masën. Domethënë e shoh një tub që dikush një parti ka një tub njerëzve dhe aty po se gjithçka është në rregull, gjithçka është. Atëherë duhet me besu në cilësinë e partisë. Po. Faleminderit edhe një herë Besa. Të ftoj që ndrosh veç edhe pak me mua sepse kemi edhe një lajm të fundit, e me që të kemi pas mysafire, po gjej kështu lirin që të them, bëhet fjalë për këngëtarin kosovar Sinan Vllazaliu. Ai ka pësuar një aksident në trafik dhe vajza e tij ka folur dhe ka bërë të ditur për gjendjen e tij shëndetësore dhe ka treguar se ai për shkak të aksidentit s'ka mundur të performoj në dasmën e Dua Lipës. Ajo thot, babai im, i cili me shumë dashuri për muzikën ishte ftuar të këndonte edhe në dasmën e Dua Lipa, fatkeqësisht nuk mundi të ishte prezent për shkak të këtij aksidenti. Megjithatë, sot mbi të gjitha jemi mirënjohës që ajo është në duar të sigurta dhe po rikuperohet, ka shkruar ajo. Po e shohim edhe fotografinë të cilën e ka postuar. Sigurisht një reagim i familjes vjen pas asaj bujës të madhe, një këngëtare me famë botërore nga Kosova, Dua Lipa, ka zgjedhur që në dasmën e saj të shkojë Sinan Vllazaliu të përfirmojë, një artist shqiptar, por megjithatë për shkak të këtij aksidenti dhe këtij lëndimi që ka pas, Sinan Vllazaliu fatkeqësisht nuk do të jetë pjesë e dasmës dhe urojmë shumë që të shërohet sa më shpejt, dhe dasma duhet ne besojmë që do të shkojë mirë. Besa, ki ndonjë koment për këtë? Na vjen mirë që një këngëtare me famë botërore përfshin këngëtar. Nuk e pas na di që po martohet. Po martohet edhe ka ftu Sinan Vllazaliu. E kështu që
po më vjen keq për aksidentin, këto janë gjëra që ndodhin, kështu që inshallah është diçka jo shqetësuese, ta kalojnë me shëndet mirë, edhe kështu që s'di që thëmë tjetër. Edhe duas veç ja uroj martesën edhe shka. Ka shëndet, s'kam probleme, e duas i uroj vetëm fat. Vetëm fat. Dhe me këto